me bo mos mu bo. Cili kish me qenë veprimi juaj etiko-politik, moral, si qytetarë Prizrenit. Adi qëta që dole sot me pi kafe, s'dija keni pi kafe turke, po sigurisht qaj nështë ta keni pi sava. Me lazofën dhe këta të tjerët. Cili kish me qenë veprimi juj, i supozum që na parandalon neve që ta kemi këtë situatë si ku që kemi sot, me gjithë respektit. Ju e një karakter tjetër politik, një figur tjetër politike, një figur, si themi, e re kushtimisht ta themi kështu në qasin për kryetar komunës, edhe jo çdo qeveri si është ndërlidhur, edhe pse partia mund nuk ka në njëjtë. Po, a konsideroni që është problematike situata kur detyrohet një kandidat i arshëm i vetëvendosis me kryu distancën ekuvalente me juve, edhe a ishin i mirë, cili kish me qenë qëndrimi juj, veprimi juj, mas 4 vjetëve, mos më bo që ky tuneli, në rallin, mos më bo që ato parkimet në toksore, që ky mobiliteti, pa mërë parasysh adel me bicikl ajo, adem kështu për shmink, po edhe elementi tjetër do thot përveç mobilitetit edhe parkingjeve në toksore, edhe elementi këtë bazik të themi kështu, ndrimi i rjetit të ujësjelësit në Prizren. Ato lesonitave, me shka është ata që kanë emrin ato farë, që janë kancerogjene, që është 40 ku me disa përqene e ujësjelësit në Prizren. Do thotë, cili është qëndrimi, tash, cilat e 3 veprimet e abrashit kryetar, si themi kështu, zdi që ata është certifikimi, po zgot ka njerë shumë, po si certifikohesh qatit që shkon zyre. Po thu ditën e parë 3 vendimet i mera? Jo, kështu, jo, start me njerë, këj i mera dhe 5. Abrashi nuk besoj që se din çka ka me bo, ku shkon aty. Po tjetër. Po, lërem kështu, unë do doja të toja për shembull që 3 vendimet para do të ishin projekte të reja, shumë të mira që natyrisht edhe ato do t'i bëj, po mu më duhet më nisë të nevoja që janë natyrës emergjente në Prizren. Mu marë me ujë, mas pari me ujë se unë jam konit me rrumë, kur kom fillu takimet me qytetarë, vizitat në për lagjet ndryshme, në për shatrat tona, rajone, që mëngjesa është e tillë që ka dhe ka 18 ka orë që nuk kanë ujë, ka ditë të tëra që nuk furnizohen. Edhe kjo është për një me gjendje alarmante është kjo. Prandaj çka do të bëj unë pikë shpallit, do ta shpalli që mandat të ujit. Po është përgjithësi e komunës zoti. Po është. Po jo se tani kemi një dilemë. Investimi infrastrukturor në rjetë. Po në rjetë, po e qartë, po a është përgjithësi e organeve qendrore ose lokale, se tani pjesa më e madhe e kryetarit të komunës, ani pse kanë premtuar të kaluan se do të zgjidhen, thonë nuk është çështje direkte e kryetarit. Furnizimi është çështje e kompanive rajonale. Me të vërtetë është punë e lodhshme mu marrë me çështjen e ujësisë të komunë, prandaj kryetarëve ju pëlqen. Nështë edhe mu nesër mas nesër për me qujtë si kompetencë nivelli qëndror. Ligji për vetë qeverisje lokale e definon kompetencë ekskluzivisht vetë anaket komunës çështjen e furnizimit me ujë edhe mu marrë me të ekskluzivisht kompetencë. Infrastruktura ma shumë, jo furnizimi. Po është edhe antarët e bordit në hidroregionin, për shembull këtë rast ju bordit që infrastruktura, po edhe uji. Pra, cila është roli komunës? Komuna duhet me qenë vazhdimisht në komunikim dhe në koordinim me ndërmarrjen publike kompetente për ujësjellës. Në këtë rast hidroregionin në Prizren, i cili ka edhe projektet, edhe mundësitë, edhe kapacitetet për me rregullu këtë punë, por se duhet pak një akter që është hyrë përpara. 20 milion është vlera që do t'i rregullonte problemet me ujë në Prizren. 20 milion në 4 vite mendoj që duhet t'i ndajmë nga 5 do thotë shumat të caktuara, të cilat mund të jenë edhe bashkëfinancim, mund të jenë edhe donacione nga organizata ndërkombëtare që kanë vullnet me investu, marr parasysh faktin që ja tha ti blerim shumë mirë, një pjesë e madhe e rrjetit ujësisë të Prizren është i vitit 60 viteve 60-ta, është gypat e azvesit, janë kancerogjen, edhe ka rrjedhje të madhe. Unë jam shokuar me statistikat që mi ka thënë hidroregioni. 70% e ujit humb në rrjet. 70%. Pra këtë furnizimi i Prizrenit, po bëhet me qatë 30% që nuk përhupet diku. Kjo është të mërshme. Humbje e madhe. Pra, komuna jonë ka ujë, po duhet mu marrë dikush urgjentisht me ujësjesë. Mandej kom di edhe diçka tjetër që është shumë shqetësuese. Për shembull, është dashur me u bë intervenimi i një rrjeti të ujësjesit në rrugën Tirana, që është rruga shumë e ngarkuar ose Kremrezha,
por që komuna ka refuzua dhe të e vu në pikpyetje projektin 3 milion euro,